Edhe Dugargjini është skuadër jashtëzakonisht organizuar. Është skuadra ime, njeri shfrytëzoi rastin ju komoru edhe kupën, për shfrytëzoi rastin të juroj edhe trofeun e Kupës Kosovës, që është një hap fantastik për skuadrën e Dugargjinit. Vi nga Klina për atë edhe ceka. Edhe me qenë se jetojmë se odi, e ke pas dhënë deklaratë. Jo Klina nuk e keni vështirë mu përshtatën se edi dhe mu integru në se edi, se mentalitetin e keni pothuajse njëjtë. Ato do shta me dalë. Ke thonë që sin humbje, sin fitore, Klina të ka përshëndet, nuk të ka fishlyer që kur ndodhen në stadiume tjera ndërkombëtare, pra i ke quajt pak a shumë si suedez, klinasit. Na i morim Skandinav, me të vërtet ka një kulturë të jashtëzakonshme, mu më pëlqen kultura e tyre të cilën e kanë, edhe i kom krahasu sepse është e vërtet. Na kemi pas përkrahje të jashtëzakonshme aty, por me të vërtet në Klinë është një popull jashtëzakonisht me edukat, jashtëzakonisht i kulturum, ndoshta diversiteti i feve, edhe diversiteti i kufinit, drenis, Dugargjin, aty ka shumë, domethënë edhe njerëzit janë jashtëzakonisht të mirë kuptueshëm.